Tani le të vazhdojmë dhe të lexojmë. Kinana ibn al-Rabi, i cili kishte në ruajtje thesarin e Banu al-Nadir, u soll tek apostulli, i cili i tha atij në lidhje me këtë gjë. Ai e mohoi se e dinte se ku ndodhej. Një izraelit erdhi tek apostulli dhe tha se e kishte parë Kinanën t'i vinte rrotull një lloj gërmadhe çdo ditë herët në mëngjes. Kur apostulli, domethënë Muhamedi, i tha Kinanës, a e di se nëse e zbulojmë se e ke ti, do të vrasë? Ai tha, po. Apostulli dha urdhër që të gërmohej gërmadha dhe një pjesë e thesarit u gjet. Kur ai e pyeti atë në lidhje me pjesën tjetër, ai nuk pranoi që të tregonte, dhe kështu apostulli, domethënë Muhamedi, urdhëroi Al-Zubair bin Al-Awam dhe i tha, torturoje derisa të zbulosh se çfarë di. Kështu që ai ndezi një zjarr me strall dhe i vendosi hekur të nxehtë në kraharor derisa ai ishte gati i vdekur. Pastaj apostulli, domethënë Muhamedi, e dorëzoi në duart e Muhamed bin Maslama dhe i preu kokën, për t'u hakmarrë për vëllain e tij Mahmudin. Sapo pat në faqen 515 të biografisë se Kinana njihej gjithashtu si Ibn Abi al-Hukej. Në vazhdim do të lexojmë një hadith ku mund të shohim disa detaje të rëndësishme dhe të vërtetojmë se Muhamedi me të vërtetë e vrau Kinanën. Tek hadithi me numër 3006 të volumit 3 të Sunan Ebu Davud, në pjesën e fundit të këtij hadithi lexojmë: Pra Ibn Abi al-Hukej u ekzekutua dhe gruaja dhe fëmijët e tij u zunë robër. Siç dhe e përmenda më sipër, Muhamedi u martua me Sofjan pak kohë pasi i vrau burrin. Por nëse nuk jeni në veritur akoma, është akoma më shumë tronditse kur zbulojmë se Muhamedi ishte po ashtu përgjegjës për ekzekutimin e babait dhe vëllait të saj. Në historinë e Al-Tabarit, në volumin 39, në faqen 185 lexojmë: Ndërkohë që profeti flinte me Sofjan, Ebu Ejub qëndronte natën në derën e tij. Kur e pa profetin në mëngjes, ai tha, Perëndia është më i madhi. Ai kishte një shpatë me vete. Ai i tha profetit, o lajmtar i Perëndisë, kjo grua e re sapo ishte martuar, dhe ti i vrave babain, vëllain dhe burrin, kështu që nuk besoj që ajo të mos të bëj keq. Profeti qeshi dhe tha, mirë. Pra me sa duket dhe shokët e Muhamedit e vinin në pikpyetje një martesë të tillë, dhe ata friksoheshin për sigurinë e tij. Asnjë grua me mendje të shëndosh nuk do të donte një burr i cili ishte përgjegjës për ekzekutimin e pjesëtarëve të familjes së saj. Në fakt, në një tregim citohet se Sofia në të vërtetë e urrente Muhamedin. Tek një libër me titull Dalail al-Nubuah që përkthehet Shenjat e profetësisë, shkruar për Imam al-Baihaqi, në volumin 4, në faqen 230 lexojmë: Sofia tha, unë e urreja lajmtarin e Allahut më shumë se çdo tjetër. Ai më ka vrarë burrin dhe babain, edhe pse më kërkoi falje. Dim gjithashtu se Muhamedi e bleu Sofjan nga një burr që quhej Dia, i cili në atë kohë e kishte marrë Sofjan si skllaven e tij. Tek Sunan Ibn Majah, në volumin 3, në hadithin numër 2272 lexojmë: Është transmetuar prej Enesit se profeti e bleu Sofjan për 7 skllëve. Një prej atyre që e treguan Abdurrahmani tha, nga Dia Kalbit. Dhe ky hadith është sahih ose i